Lezhë, në raportim të kolegu ton në Lezhë, Elvis Hila, pas një lajmi të qarkulluar dje në mediat italiane, për zhdukjen e 16 emigrantëve nga kampi i Gjadrit, marrim informacionet e fundit nga ky kamp nëpërmjet raportimit të kolegut Elvis Hila. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Lezhë Ndërtil, në fakt puna në strukturën konkretisht në kampin e Gjadrit po vjon normalisht, dhe të paktën nga burime zyrtare brenda kësaj strukture nuk ka probleme të kësaj natyre, duke i referuar pra këtij artikullit nga ana e mediave italiane. Janë emigrantë të cilët janë larguar për shkak, duke i referuar edhe dokumentacionit të plotësuar, dhe janë larguar dhe riadhësuar pikërisht në vendet e tyre të origjinës, duke i referuar pikërisht edhe dekretit të qeverisë Meloni, i cili ndryshoi destinacionin e kampit të Gjadrit, por nuk ka probleme të kësaj natyre, siç është shkruar në mediat italiane, se mund të jenë arratisur emigrant brenda kësaj strukture. Garantohet se niveli i sigurisë aty është maksimal dhe po vijohet me procedurat për gjithë grupin e emigrantëve. Janë 41 persona, të cilët kanë mbritur pak ditë më parë, ose më saktë pak javë më parë, përmes portit të Shëngjinit, dhe janë vendosur pikërisht në kampin e Gjadrit, dhe ata po nënshtrohen procedurave për t'i riadhësuar drejt vendit të tyre, kanë vendeve të origjinës, ka një afat 18 mujor të përcaktuar edhe nga ana e qeverisë Meloni në lidhje me këtë çështje. Për disa prej tyre janë plotësuar gjitha procedurat dhe janë riadhësuar pikërisht drejt vendeve të tyre të origjinës, ndërsa të tjerë janë të vendosur sërish në kampin e Gjadrit për duke vijuar pra procedurat për t'i riadhësuar dhe për t'i larguar pikërisht nga Shqipëria, ndërsa mohohet kategorikisht se ka probleme pra sa i përket nivelit të sigurisë brenda kësaj strukture. Normalisht grupi prej 21 emigrantëve që në fillim një pjesë e tyre kanë shfaqur shenja të ndryshme dhune brenda dhomave ku ishin vendosur për shkak edhe të problemeve shëndetësore që kanë, por edhe precedent, disa prej tyre janë edhe me precedent penal që ka detyruar autoritetet që të shtojnë masat e sigurisë brenda kampit të Gjadrit, por që bëhet me dije se niveli i sigurisë është maksimal dhe nuk ka probleme të kësaj natyre, dhe puna aty po vjon normalisht, duke i referuar pra edhe dekretit të qeverisë Meloni që ndryshoi destinacionin, duke vendosur që të sjellë aty emigrantë të cilëve ju është refuzuar azili pikërisht në Itali, dhe do të qëndrojnë përkohësisht pra në kampin e Gjadrit derisa të kryhen të gjitha procedurat për t'i riadhësuar në vendet e tyre të origjinës. Pra, Elvis, deri tani nga numri i emigrantëve që kanë mbritur disa kohë parë në Gjadër, vetëm 2 janë riadhësuar. Pak nga informacionet që kemi jo zyrtare, bëhet me dije se vetëm 2 janë riadhësuar, ndërsa pjesa tjetër po vijojnë që të qëndrojnë në kampin e Gjadrit. Her pas here kanë shfaqur probleme të ndryshëm, duke tentuar që të kryen veprime të dhunshme brenda të kësaj strukture. Shumë prej tyre pra ka patur raste që janë dërguar edhe për ndihmë mjekësore në spitalin Renat të Lezhës, konkretisht në urgjencën e spitalit, pasi duhet thënë se ka edhe përdorues të lëndëve narkotike, duke i referuar këtij kontingjenti, dhe duke qenë se ju është ndërprer pra marrja lëndëve narkotike, kanë shfaqur probleme të ndryshme dhe duke u bërë shpeshherë edhe protagonist të veprimeve të dhunshme, por nga ana tjetër garantohet se niveli i sigurisë nuk është cënuar për asnjë moment brenda kësaj strukture. Pjesa brendshme menaxhohet sigurisht nga ana e palës italiane, ndërsa pjesa jashtme nga policia shqiptare, e cila është vendosur non stop për gjatë 24 orëve, pra është vendosur në ambientet e jashtme të kampit të Gjadrit, dhe bëhet me dije se në ditët në vijim përgjithësisht që të mbrinë edhe kontingente të tjerë migrantësh, normalisht në zbatim të dekretit të qeverisë Meloni. Faleminderit Elvis Hila për të gjitha këto informacione.